Rrugën për vendlindje zgjedhin ta përshkojnë përmes një tereni jo fort të përshtatshëm. Edhe këtë verë shumë argjimtarë zgjedhin tranzitin përmes Serbisë për të arritur në Kosovë, pavarësisht thirrjeve që kanë institucionet që kjo rrugë të shmanget. Arsyeja lidhet me arrestime që autoritetet serbe kanë kryer ndër vite, shpesh nën pretendime të pabazuara. Numri i saktë të arrestuarve në 2 vitet e fundit nuk figuron me statistika të plota, por Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha për televizionin se nga viti 2025 janë evidentuar 4 raste në të cilat autoritetet serbe kanë iniciuar procedura penale ndaj shtetasve të Kosovës me akuza që lidhen me krime lufte. Sa i përket rastit të fundit, atij të Osman Selmanit në Mutivod, Ministria thot se ka aktivizuar mekanizmat diplomatik. Menjëherë pas marrjes së informacionit, zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi ka informuar menjëherë misione diplomatike të vendeve të Kuintit të akredituara në Beograd si dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në Serbi për arrestimin e shtetasit OPX dhe procedurat e iniciuara ndaj tij nga autoritetet serbe. Në komunikimet me partnerët ndërkombëtar është kërkuar angazhim dhe ushtrim i ndikimit të tyre ndaj autoriteteve serbe për trajtimin e drejtë të rastit dhe lirimin e tij. Shqetësime të tilla nuk hasën mërgjimtare që këtë hënë hynë në Kosovë përmes pikalimit kufitar në Merdar. Nuk ka qenë shumë keq. S'ka pas shumë kolon, 3 orë kemi prit, Kroaci-Serbi. I kom po këtu raportime krejt, po diçka kur i sanë s'kom po. So diçka po rregull as i sanë. As policë kun s'ka pas. Po nuk është. Mirë. Probleme jo, por as kolona të gjata nuk pati si rëndom të hënën e 13 korrikut në këtë pikalim kufitar. Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme, deri në ora 12 këtu në pikën kufitare në Merdar pritet janë 3 deri në 5 minuta. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha për televizionin Dugagjini se mbetet në kontakt të vazhdueshëm me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar me kërkesën që të shtohet presioni ndaj autoriteteve serbe për respektimin e të drejtave të qytetarëve të Kosovës.